Ne posa fundum takimin me zotin Kurti, ju e dini qëndrimin tam që ka qenë publik, që Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje ka garu me një program, ka garu me prioritete, cilat kanë bojnë me fushën ekonomisë, me fushën e mirëqenie sociale, të përfshi rritjen e pagave, pensioneve dhe gjitha pagesave të tjera, me projekte në energji, në infrastrukturë, dhe ky ka qenë projekti jonë. Ky ka qenë prioriteti jonë, që ne me bo punë, me bo veprime, qysh me përmisu këtë vend e qysh me përmisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Pastaj, për me u zbatu këto prioritete, kemi thonë që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vijat kuqe, është e hapur dhe është e hapur për të biseduar, pa u imponuar, për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike të i përfshirë gjitha institucionet. Bazuar në bisedat që kemi pas dhe në diskutimet që kemi pas, normalisht korrekte, qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet tjerë, kështu që matematikisht ka mundësi me u bë kompletimi i gjitha institucioneve dhe këtu do të thotë është pozita e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të bashkëpunojmë me gjitha forcat politike mbrana Kuvendit të Republikës Kosovës, do bi dhe në interes të qytetarëve të Kosovës dhe për gjitha ato çështje ku është interesi i Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka dëshmu, edhe unë kum qëndru, kum insistu, kum premtu që vota Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë votë pro, të përfshi marrëveshje financiare ndërkombëtare dhe marrëveshje tjera që kërkojnë 2/3 e votave edhe që janë në interes të Kosovës.